barazu rezultati. Goli i parë u dhon piqytjes tir, golli i dytë do të gabimi i portierit. Gaboi lojtari. Por është interesant në këtë kampionat deri tash janë shënuar 8 autogole. Domethënë lojtarët kanë shënuar rrjetën e vet. Ishte një statistikë që më pasoi zakonisht kur ka përfunduar kampionati, mas shumë tim duket në një vit, në një kampionat janë shënuar 8 autogole. Ky po i thën rekordet. Vetëm në rondin e dytë kemi 8 autogole, janë shumë. Edhe është interesant të këto autogole. Edhe çka është interesant që më ranë sy komentet e ndryshme janë Ismet po dyshojnë në marrëveshjen në ndeshjen e grupin ku është Bosna. Ku Katari dhe Australia duket janë në grup apo? Jo. Katari, Zvicra, Bosnia, Kanadaja janë me një grup. Kanada. Mund të luajnë baraz, edhe nëse luajnë baraz, atëherë Bosnia nuk mund të kualifikohet. Dhe tashti diskutimet janë, vretjet janë në sistemin e garave që është organizuar, sepse lënë mundësi që këto 8 ekipe që do të kualifikohen plus 12 grupe, se janë 16 grupe. Katari së në nalë kërkonin vallaj. Edhe atëre, po dhe, ama për atë që se ndalë... Ndodhen marrëveshje edhe jashtë këto kompeticione? Po realisht kësi lloj taktizimet matematika kanë ekzistuar gjithmonë, prof, edhe mund t'jetë. E kena po edhe para disa vite barazimin Suedi, Danimark për melon Italinë. Kanada dhe Zvicra me lujt